Bordi i guvernatorëve të mbikëqyrësit bërthamor të OKB-s deklaroi të njëjtën se Irani ka shkelur detyrimet e tij dhe Teherani njoftoi kundërmasa, ndërsa tensionet u rritën në lindjen e mesme. Bordi i guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, i cili merret me artimin e politikave, deklaroi se Irani ka shkelur detyrimet e tij për herë të parë në pothuajse 20 vjet, duke rritur mundësinë e raportimit të kësaj shkelje në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Ky hap është kulmi i disa ngërçeve mes agjencisë me seli në vijim dhe Iranit që kur trem të roqi SBA-n, e një marrëveshje bërthamore midis Teheranit dhe fushive të mëdha në vitin 2018, gjatë mandatit të tij të parë. Një zyrtar i agjencisë tha se Irani ishte përgjigjur duke informuar mbikëqyrësin bërthamor se planifikon të hapë një strukturë të re për pasurimin e uraniumit. Lëvizja e Iranit është mes disa masave që po merren për shkak të rezolutës, sa televizioni shtetëror iranian. Zyrtari i agjencisë OKB-s, i cili foli në kusht anonimiteti, tha se Irani nuk ishte dhënë detajet më tejshme, si për shembull vendodhja. Pasurimi mund të përdoret për të prodhuar uranium për karburant reaktori ose në nivele më të larta të rafinimit për bomba atomike. Irani thotë se programi i tij energjisë bërthamore është vetëm për qëllime paqësore.